Me flamuj simbole shqiptare dhe thirrje për liri e drejtësi. Disa mijëra qytetar nga Maqedonia, Kosova dhe rajoni sot protestuan në sheshin Skënderbeu në Shkup, në mbështetje të ishkrerëve të UÇK-s që gjykohen në Hag, Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi. Kreu i OVL UÇK-s, Hysni Gucati, theksoi që ushtria çlirimtare e Kosovës nuk ka qenë kriminale, por ka mbrojtur kombin, ndërsa theksoi që ishkrerët e UÇK-s po gjykohen me materiale të falsifikuara dhe dëshmitar të rrejshëm. Ne sot kërkojmë drejtësi, jo drejtësi politike, aja gjykatë ma shumë është drejtësi politike dhe ju ngjan gjykatave të ish Jugosllavisë të sistemit të kaluar të Titos. Kjo gjykatë sot merret me fakte të falsifikume, fabrikume, të cilat fare nuk qëndrojnë. Unë isha vetë dëshmitar në gjykatë ku isha burgosur, unë edhe shokët e mi me Nasim Aradinin dhe shumë të tjerët, ne dim se çka kemi dëgjuar ato, gjitha ato gënjeshtra rëna nga ata dëshmitar, të cilët trupin e kanë në Kosovë, kokën e kanë në Serbi. Kreu i BTI-s Ali Ahmeti theksoi që protesta e sotme nuk është kundër Maqedonisë, pasi UÇK nuk ka qenë kundër asnjë populli. Ushtria jonë nuk ka qenë kundër asnjë populli, as popullit serb. Demonstrata e sotme nuk është kundër shtetit të Maqedonisë, sepse mu këta që ndodhen në këtë gjykatë kanë kontribuar në stabilitetin, në paqen, në ardhmërinë pikërisht të këtij shteti, sepse kanë qenë drejtues të institucioneve të rëndësishme, president, shteti, kryeministra, kryetar kuvendi, dhe sigurisht me dhjetra e qindra marrëveshje kanë hedhur firmat për një Maqedoni më të prosperuar dhe jo të friksuar. Veterani Bedri Ajdari, veprimtari Hazgan Haklaj dhe e bia e dëshmorit Nuri Mazari, Shqiponja Mazari, theksuan që shqiptarët nuk kërkojnë mëshira po hakmarrje, por vetëm drejtësi jo selektive. Nuk jemi këtu për të mohuar drejtësinë, përkundrazi, jemi këtu për ta kërkuar drejtësinë. Liria nuk gjykohet. Lufta jonë ka qenë e drejtë, komandantët tanë meritojnë drejtësi e jo pa drejtësi. Askush nuk mund të njollos UÇK-n e lavdishme. Ajo me gjakun e saj në shkrau lavdin më të madhe në historinë tonë. Në këtë betejë, ushtria çlirimtare, ushtrit çlirimtare kanë batur gjithmonë në akord plot Shtetet e Bashkuara të Amerikës. UÇK-ja nuk ishte ushtri pushtimi, por ishte ushtri çlirimi. UÇK-ja nuk ishte ushtri krimi, por ushtri e lirisë dhe e dinjitetit. Ne nuk kërkojmë privilegj, nuk kërkojmë amnisti, nuk kërkojmë lehtësi për padrejtësi. Ne kërkojmë drejtësi të pa kompromis, të pa anshme, të bazuar mbi prova. Pjesë e protestës ishin edhe ish-komandantët e UÇK-s Daud Haradinaj e Fatmir Limaj, por edhe figura të njohura të jetës publike e politike nga vendi dhe rajoni.